duket protesta aktualisht, a ishte diçka që i ka munguar vendit tonë, duke pasur parasysh edhe backgroundin nga i cili ti vjen, protestat dhe atë që zoti Berisha u përpoq të bënte si revolucion të tij, por me sa duket nuk i arriti. Ajo që zoti Berisha e thotë revolucion paqësor, idenë ndërtimit një orteku qytetarësh, njerëzish që të vinin para presionit qeverin deri në ndërheqje, nga ana e Partisë Demokratike është pothuajse e pamundur. Ka qenë e pamundur sepse përveç antarësisë vet, atë jo plotësisht. Zoti Berisha nuk inspiron më në skenën politike, nuk ka një strategji ose nuk ka pikpamje të qarta politike, se si duhet ndryshohet i gjithë ky sistem dhe se si mund të mundet Edi Rama nëpërmjet zgjedhjeve, sepse formë tjetër nuk ka. Dhe kjo protestë është protestë popullore, e cila me vërtet mund këtë marrë shkak nga një situatë e krijuar në Vërnec, por në thelbin e vet ajo është një revolt e brendshme, e akumuluar ka kohë qytetarëve, jo vetëm ndaj qeverisë së Edi Ramës, por ndaj gjithë establishmentit dhe sistemit politik. Tashmë qytetarët e kanë kuptuar që Rama dhe Berisha janë në të njëjtin skalion për sa i përket interesave tyre të nënveshme. Dhe kjo është një gjë e mirë, që një pjesë e qytetarëve aty, domethënë jo vetëm i mshojnë kësaj teme, por edhe vetë protesta e ka marrë këtë frymën e kundërshtisë të gjithë sistemi politik. Po them kundërshtisë sepse nuk e di dhe nuk jam i qartë se sa do të orientohen mirë një grup organizatorësh të bashkohen, sepse protesta pa një grup organizatorësh të bashkuar nuk do merrte kuptim. Nuk do realizonte, ose do realizonte gjëra teknike të thjeshta dhe të thjeshme, ndërsa nëse një grup drejtuesish aty dhe një grup personash që të dinë ta kanalizojnë mirë këtë energji të protestës, mund bëjnë që protesta të jetë e suksesshme dhe nga kjo protestë të burojë dhe të lindë një frymë politike e re, e cila do bënte të mundur që ta vendoste me shpatulla për muri gjithë establishmentin ekonomik politik të këtij vendi. Thash edhe njëherë jam i paqartë sepse një pjesë të atyre drejtuesve të kësaj proteste paktën që shon sfond unë i njoh, dhe janë njerëz që nuk besoj që janë të kapur politikisht dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse shumë parti të vogla në skenën politike shqiptare fatkeqësisht janë të kapura nga njëra ose tjetra parti e madhe dhe në përgjithësi nuk lejojnë që këto parti të vogla të ndërtojnë frymë anti-establishment, dhe kjo frymë anti-establishment të rrezikonte sadopak në skenën politike këta. Mungesa e një poli të tretë në zgjedhjet e fundit e vërtetoi më së miri këtë, cërsmërcet e gërcmërcet e këtyre me njëri tjetrin tregojnë që këta nuk janë persona që janë të hapur për një bashkëpunim që ka të bëjë me rregullat, ka të bëjë me mirë funksionimin e një grupi, pastaj pikpamjet janë një çështje dytësore për mua, për pse e them çështje dytësore, sepse në një sistem ku mungojnë rregullat politik dhe shkelat rregullat politik, e detyrojnë gjithë forcat politike që s'pari të luftojnë për rregullat dhe të konsolidojnë funksionimit të demokracisë dhe të zgjedhjeve, dhe më pas rregullave fillon debati edhe politike dhe idetë e njërit dhe tjetrit. Po momenti që s'ka rregulla loje nuk vlen shumë pikpamjet politike të njërit e tjetrit, jo se nuk vlen, po nuk vlen shumë, nuk janë primare. Dhe unë besoj që këtë radhë, nëse këto do të realizojnë drejtuesit e pikërisht të kësaj revolte në mlefi popullor, do të rrinë ta kanalizojnë, thash edhe një herë, në një formacion politik të mirë menduar dhe të organizuar, besoj që do jetë rezultate si ka dhënë shumë vende tjera të Europës. Edhe të botës që parti edhe pse kanë lind nga një frymë qytetare, janë rritur shpejt, por ka ndodhur në Itali, ka ndodhur në Hungari, ka ndodhur në Greqi, ka ndodhur në shumë vende kur nga fryma popullore kanë lind pikërisht rryma politike ose grupime politike që kanë qenë suksesshme në zgjidhje për një kohë të shkurtër. Suksesi për një kohë të shkurtër kuptohet vjen
dhe mund të garantohet për faktin sepse dy partitë e mëdha janë të kalbëzuara. Them pse janë të kalbëzuara. Sepse me vërtet Partia Socialiste duket e fortë për shkak të lidhjeve të interesit që e kanë domethënë mbajnë këtë ngrehin, po në momentin që sadopak funksionon interesit, kjo ngrehin nuk ka lidhje morale dhe një qëndrueshmëri morale, dhe duke mos pas qëndrueshmëri morale, ngrehina e Partisë Socialiste do ka tandiset dhe më keq se ngrehina ku e kanë thënë Sociali Berisha dhe kupola drejtuese, pra do të them njerëzit përreth Berishës, ku e kanë thënë Partinë Demokratike. Dhe ky ka qenë një paralajmërim i kahershëm që Partia Demokratike, i paktën nga unë dhe një pjesë tjetër e drejtuesve që ndoshta janë larguar nga skena politike, që kjo rrugë çon partinë drejt një të kurrje edhe në një forcë të nivelit 2 apo 3 në skenën politike. E kuptoj. Mundova të bëj lidhjen e kësaj proteste edhe me skenën politike, se në fundit kjo protestë që kërkon ndërheqjen dhe largimin nga skena politike të Ramës dhe të Berishës, patjetër që ka ngjyrim politik dhe ka një pjesë njerëzve aty që thonë larg politikës. Sa herë duhet duke artikulu fjalën larg politikës, nuk bëjnë gjë tjetër, vetëm i shërbejnë pikërisht sistemit që ato po e kundërshtojnë sot. Sepse sistemi që ato po kundërshtojnë sot, sistemi politik, në themel Ramën dhe Berishën, pikërisht këtë do, që njerëzit rrinë jashtë politike, pra njerëzit e ndershëm rrinë jashtë dhe ta të komandojnë. Nuk të idiotësi që e has nga shumë njerëz aty që jo me politikë, jashtë politike dhe qytetarë, në vërtet mund të ngërdit nga politika. Ato duhet të ngërdit nga politika, po duhet kuptojnë që ky sistem politik, në këtë sistem politik konkurrohet me formacione politike. Ose përndryshe kjo është rrugë pa kokë, nëse ato duan të vazhdojnë një rrugë pa kokë, pastaj prapi në fund të fundit mund të jetë një tronditje që e bëhet sistemi dhe vogël, por sistemi nuk rrezikohet të shembet sistemi që këta po kundërshtojnë sot. I pse nëse do ta analizojmë pak qasjen dhe qëndrimet si të Partisë Socialiste ashtu edhe të Partisë Demokratike kundrejt kësaj proteste që sot ka lajmëruar ditën e saj të 6. Ajo që na bën përshtypje, e kuptojmë pozicionin e qeverisë të kryeministrit Edi Rama që do duhet ta minimizojë frymën e protestës. Por të zotit Berisha jemi pak të habitur, me thënë të drejtën, se si ai nuk po e mbështet protestën, nuk po e kryen detyrën e tij si kryetar i opozitës, madje po e intimidon protestën dhe këta të rinj, përfshirë këtu edhe retorikën që ka ndjekur jo vetëm ai, por dhe zoti Noka. Ku i mbeti hadri zotit Berisha me protestuesit? Te ajo pankarta që thuaj Edi Rama në burg dhe Berisha në burg, apo ka diçka tjetër? Ai vetë do të dojë ta arrozoj Ramën. I pankartës Rama në burg, Berisha në burg nuk është i vetëm, aty janë shumë dhe unë kam pas si fokus të gjithë aq pak fushate sa realizova mund ta bëjnë fushatën e fundit zgjedhore, që në posterin tim ishte nëse ne nuk kuptojmë që këto janë pjesë e një oktapodi, pa janë tentakulat i një oktapodi dhe nëse nuk përfundojnë këta në burg dhe enturazhi, domethënë njerëzit që këta i rrethojnë nuk përfundojnë në burg, misioni nuk do jetë i kryer. Jo vetëm këto, po një pjesë e mirë edhe e kastës politike, të cilat kanë arrit vjedhin, kanë arrit të qojnë lek në offshore dhe mendojnë që do të arrijnë t'i gëzojnë me sukses, do të arrijnë me shëndet plot këto edhe familjarët e tyre në të ardhmen këto para. Kjo është beteja, por e këta na kanë vjedh të e dim gjithë. A do jenë kaq të fortë këto që të na imponojnë dhunshëm, idenë që ne të vjedhim dhe i trashëgojmë këto parat që e vodhëm ju. Ky është debati. Sepse nëse ti fillon edhe merresh qoftë edhe me dënimin 1 vit, 2 vjet, 3 vjet të këtyre personave, nuk del asgjë në pa në raport me piramidën e parave të vjedhura në këtë, se është një sistem piramidal që vjedhë. Dhe janë shumë politikanë. Diti që nga offshore vetëm një politikan deri tash po hetohet në lidhje me paratë depozituara në offshore. Vetëm një nga spaku. Ndërkohë që unë garantoj që janë shumë. Dhe si realizojnë këto interesat e tyre, i realizojnë duke ngretë kompani guac, këtu duke furnizuar me nga offshore, edhe duke i bërë pjesë ekonomikare. Dhe ky është një nga problemet edhe të sotëm, edhe i kësaj proteste. Në vërtet që një pjesë e aksionerëve
janë persona publik që nuk mund të operojnë me para të pista, por me sa ka marrë vesh unë që aty ka para që vinë edhe nga offshore. Në Shqipëri, zoti Berisha si opozitar, ose njerëzit e ndershëm politik akoma nuk e kanë hyrë betejës që paratë e offshoreve duhet të jenë mirë të kontrolluara. Meqense se sistemi bankar joni nuk arrin të i kontrollojë dhe i pranon për shkak të mungesës skuadrit ligjor. Këto lekë që vinë nga offshore-et, kështu të padeklaruara, ti dini që janë lekë atyre, janë lekë që këta ne e kanë vjedhur ne, ja kanë vjedhur Shqipërisë. Dhe këta fare mirë mund t'i implementojnë në ekonominë shqiptare nëpërmjet këtyre offshore, përderisa nuk ka një sistem kontrolli, thash edhe një herë do të bëhen të rëndësishëm edhe ekonomikisht. Dhe kur këta të bëhen të rëndësishëm ekonomikisht, e njohin mirë njëri tjetrin, arrin pastaj në një situatë të tillë si kjo e zotit Berisha që nuk ka se si inkurajon. Një protestë të tillë që në fundit ka një frymë politike opozitare që e nxjerr zotin Berisha nga loja si opozitar. Që ai patjetër që ndjen të mendoni pse apo fakti që kemi të bëjmë me emra të mëdhenj investitorësh, qoftë në offshore, qoftë të investimeve dhe le të themi nuk jam personave strategjik për biznesin në Shqipëri. Ai ka një lloj të kurrje, të mostëndit të emrave. Elisa, nuk është çështje se janë emra të rëndësishëm dhe nuk mund të kundërshtohen. Unë për shembull nuk do e kisha problem duke mos qenë se kam interesa të drejtë për drejta për një karrierë politike, se kam heq dorë nga ajo, sepse po të kesh interesa drejtë për drejta për një karrierë politike, duhet të futesh sistemin e këtyre dhe këto të marrin fytyrën në sistemin e këtyre, kështu që unë kam zgjedhur që me vërtet bëj politik, po jo nga llogoret e këtyre. Sepse edhe sikur të bëj politik nga llogoria e Ramës, nga llogoria e Berishës kundra Ramës, prapë ndihmoj Ramën, ti je i sigurt. Sepse këta mbajnë njëri tjetrin dhe duke mbajtur njëri tjetrin në cilën do llogore që ti je i funksionon pikërisht sa lidhja underground Rama Berisha. Më kam vjet që artikuloj këtë dhe një ndër arsyet që unë kam menduar që mos jem në strukturën drejtuese të Partisë Demokratike, edhe pse kam pas ofertë, ka qenë kjo. Sepse jam i bindur për këtë. E kam thënë trosh në 2022-shin që nuk mundet kurrësi kupola e Partisë Demokratike të sulmojë Edi Ramën përderisa këta janë shërbëtorë të dy oligarkëve, shumë të rëndësishëm, po kryesisht një pjesë e mirë i di dhe e kam të faktuar që janë pjesë e bashkëpunimit me oligarkun Kastratin, projza oligarkët, sepse janë përstanome më shumë se oligarkë, se këta i shërbejnë dhe janë ndërlidhur me Kastratin. Kastrati kuptohet është ndihmuar nga zoti Rama për gjithë shtrirjen dhe shumë fishimin e kapitaleve të veta në ekonominë shqiptare dhe këta mendojnë që mund të rrëzojnë Edi Ramën. Këta janë shërbëtorët e shërbëtorit e Edi Ramës dhe thonë të rrëzojmë Edi Ramën. E kupton që absurditeti dhe këtë e kam thënë ditën e dytë të konferencës, pavarësisht se televizionet në ato nuk e pasqyruan. U mundova e nxorra në rrjetet sociale fjalën time, po gjithë televizorët ndodhi për çudi që u prish sinjali dhe nuk arritën ta paraqesin pikërisht deklaratën e dytë, ditën e dytë garës përballë Berishës, pikërisht të deklaratë që kishte të bënte drejt për drejti me rrugën dhe mënyrën se si mund të rrezohet Edi Rama. Okej. Dhe kjo arsyeja që zoti Berisha pra kundërshton e para është që do humb frontin opozitar, duke humb frontin opozitar, ai nuk është më i vlefshëm dhe nuk i ruan dot interesat ekonomik të familjes tij dhe rrethit që ka, dhe duke mos arrit ruaj dot këto interesat, mund dalë edhe nga sistemi ekonomik. Kështu që këto janë ndërlidhur sistemi politik me sistemi ekonomik, se për këtë ishte pyetja ime Radës. Miqtë që sistemi djalit për rastin e Kushnerit. Po. Tani miqtë e djalit të ish kryeministrit edhe kryetarit të sotëm të PD-s, zotit Berisha, do të ndërtojnë gjithandej. Vetëm pak ditë më parë është miratuar edhe leja e ndërtimit për sa i përket pallatit të kongreseve, që do të ketë një qiell gërvishtës se disa kaçe. Po ashtu edhe të ushtari i panjohur apo në drejtim të zonave të tjera, le të themi premium në kryeqytet. Dhe gjithmonë qëndrojnë miqtë e tij, pra të paktën të njohur si miqtë e tij. Është kjo opozita që do duhet të ishte dhe sa mirë po i bën gjërat kësaj për të fituar edhe ca vite të tjera në opozit? Jo, po i bëjnë mirë gjërat për veten e tyre, sepse zoti Berisha arrin duke i akuzuar gjithë si shërbëtor të Ramës, ndërkohë që është kryeshërtori, është paterica numër 1 e Ramës.
e them me bindje të plotë dhe me fakte, me argumenta që është pateric e Edi Ramës. Për shkak se duke qenë pateric e Edi Ramës, ai thash mbron interesat ekonomike të vetes që tashmë kanë dalë dhe duken, nuk janë më aq të fshehta sa dikur. Dhe ky është një fakt. Ajo që thatë ju që miqtë e familjes zotit Berisha edhe më gjerë kanë shumë privilegje, nuk i kanë rastësisht të privilegje, sepse po t'ishte një luftë ashpër politike, Rama patjetër që do i bllokonte në veprimtarinë e tyre, se ka platforma dhe mënyra për t'i bllokuar. Ndërkohë që ato kanë shumë fishu biznese, dhe është gjë shumë e mirë t'jesh në opozitë edhe të shumë fishurës biznese, sepse nuk e edhe firmën, nuk madhe përgjegjësi ligjore. Më vërtet mund të fitosh më pak se të qenit në opozitë nëpërmjet këtyre formave korruptive, por je më i sigurt në pozitë duke. Në opozitë je më i sigurt, fiton më pak, por je më i sigurt. Dhe kjo është arsyeja tash edhe një herë që bëhen të dyja gjërat bashkë, edhe interesat politike edhe ekonomike që zotin Berisha e shqetëson pa sa zotin Rama kjo protestë. Zotin Rama e shqetëson në një aspekt, sepse ai e di që nëse ndërtohet një front i tretë opozitar kundra të dy partive që dominojnë sot skenën politike, fronti i tretë rrezikon të rritet shumë shpejt dhe mund të nxjerrë të dyja partitë bashkë në pakicë, se duket çudi se kjo është si punë orteku. Dhe ky është rreziku, ndërsa për sa i përket faktit që shpesh e thonë e përdorin që janë të fiksuar për shkak sepse investon dhëndri presidentit. Jo vetëm dhëndri presidentit, që s'besoj që mund të luajë me para të pista. Po çdo biznesmen që vjen edhe investon para jo të pista në vendin tonë, duhet jetë i mirëpritur, qoftë nga Afrika, qoftë nga Brazili, qoftë nga Amerika ku e ku, sepse ne jemi jo vetëm e kemi vend alat, ne jemi shumë të vogël për të thënë ne alat Amerikës, po Amerika është një shtet i cili normalisht ka influenca shumë të mëdha në Shqipëri, dhe është një garanci për shtetin shqiptar, qoftë edhe për Kosovën. Pra që do thotë ne duhet jemi shumë të kënaqur që ka investor nga Amerika, dhe dilemat e mia në lidhje me këtë nuk është pse ata investojnë në Zvërnec. Nuk është se po u prish Zvërneci, dëmi që është bërë këtij vendi është shumë më i madh se dëmi që është bërë në Durrës, ku janë prerë pyetje pafund për të ndërtuar pallate dhe për të ndërtuar kërpudha. Është dëmtuar Dërmiu, është dëmtuar Himara, është bërë beton Saranda, është dëmtuar Ksamili. Domethënë ta po ti hysh edhe ta bësh llogari, ta kanë dëmtuar gjithë Shqipërinë, gjithë Bregdetin. Qendrat kryesore ku ka qenë mundur një zhvillim serioz dhe një zhvillim i kontrolluar i turizmit, po të shkosh në Sarandë, për shembull, të shohësh ta shohësh Sarandën edhe në viteve para 96, dhe Sarandën e sotme ti e kupton që ajo është një qytet i betonizuar që e kanë dëmtuar aq shumë ose të shkosh kudo, edhe në shumë pika tjera të rëndësishme të turizmit bregdetar në jug, po qoftë edhe në veri, që i kanë masakruar, jo i kanë, sepse sheh vetëm ndërtesa dhe nuk sheh askund gjelbrim ose hapësira publike të cilat duhet jenë të koordinuara, paktën në aspektin e zhvillimit urbanistik. Ka njerëz tjerë që i dinë më mirë këto dhe janë të shprehur edhe me koeficient që nuk janë të respektuar, ose si në Tiranë për shembull, që po të hedhësh syt kudo, është një mjedis që edukues sepse e ke Tiranën të mbushur si kërpudha pallatet ku hapësirat publike janë zënë aq sa të merret fryma mes pallateve. Në një pjesë mirë Tiranës. Po këta njerëz përgjegjes për këtë punë. Dhe nuk mund mendosh që po u bë dëm, kuptohet që s'duhet lejuar të bëhet dëm në Zvërnec, po nuk mendoj për shembull që projekti që po ndërtohet atje, se edhe për shkak të interesit që vetë investitorët kanë, është që të bëjnë një risi në biznes edhe të jetë një biznes i suksesshëm, ato janë detyruar ta ruajnë dhe ta kombinojnë me kujdes natyrën dhe ndërtimin e një resorti apo një ndërtimin e atyre objekteve turistike. Pra janë më shumë të interesuar se çdo kush është vetë kompania. Për shembull, po ta shohësh atë projekt idenë e Sazanit, aty e sheh se sa të bukur janë të harmonizuar nëse bëhet ashtu. Dhe patjetër që shteti ka rregulla dhe norma që duhen respektuar, dhe patjetër që duhet jenë investitorë shumë
korrekt me këto rregulla dhe norma, po e vetmja gjë që mund shqetëson është fakti që në këtë investim të zotit Kushner dhe vajzës tij, që e kanë quajtur edhe investim të jetës tyre, që për Shqipërinë është shumë gjë e mirë, shumë pozitive, sepse investimi nga ana e këtyre personave pikërisht në turizmin elitar jep një garanci edhe për investitorë tjerë që mund vinë më vonë. Dhe kjo është gjë shumë e rëndësishme, jo vetëm që ndërtohet një resort, po thash edhe një herë, krijon një klim për gjithë Shqipërinë. Një klim sigurisë që është e nevojshme dhe është gjëja kryesore për thithjen e investimeve në të mëtejshme në raport me gjithë vijën brengëtare, se ne kemi vijë brengëtare sa dush ku mund ndërtojmë, thash në harmonimin natyrën dhe resortet rëndësishme. Kështu kemi shumë vijë brengëtare tjetër të pashfrytzuar. Pra, nësa investimi si thuhet pikërisht në këto 3-4 miliardë euro, i parave nga offshore duhet shifet me kujdes nga shteti shqiptar, që shteti shqiptar duke nis nga guvernatori i bankës e gjithë i struktura tjera që duhet të jenë shumë vigjilent. Është një rregull që të njohësh klientin, se disi e ka në anglisht ai know your customer, i cili patjetër që në rastet e offshore-ve vlen shumë. Pse vlen shumë? Sepse kurse si nuk mund të lësh që të investosh në offshore, kur ti nuk e njeh burimin atyre parave. Dhe në qoftë se do ketë barat offshore-ve, ti je i sigurt që këtu involvohen pastaj edhe interesat, duke mos i njohur të pseudo-oligarkisë shqiptare, se nuk i them oligarki, se nuk është oligarkia. Dhe mund të jenë edhe parat të politikanëve, parat pista që ti mund çuditesh nesër për emrat që mund dalin, nëse do ketë ndonjëherë zbardhje, pikërisht që është shumë e vështirë, por do ketë zbardhje të gjithë kësaj panoramës offshore dhe investimet nga offshore në Shqipëri. Jo do çuditemi ne, por do çuditen gjithë shqiptarët. Ndonse më çudit në këtë vend kanë sosu se çfarë s'ka ndodhur edhe nuk ka pas një penalizim të skeqës në këtë vend. Por, thash edhe njerë, do dalë qartë implikimi i shumë politikanëve që më detyron të them që ky është një establishment, sepse në fundit për truajtur parasysh të bëhet ata bëhen gjithë bashkë dhe duke u bërë gjithë bashkë janë një fuqi ekonomike që nuk lejojnë të bësh edhe ndryshime politike në këtë vend. Dhe funksionerë underground që janë të panjohur, që ti do luftosh me një armik panjohur që është dhe më keq situata në aspektin politik. Kjo është arsyeja pse partitë e vogla dështojnë këtu. Se në ky sistem nuk le terren. Edhe nëse ti je i qartë dhe flet me përpipamje dhe për ide të qarta, jep fakte e tjerë, ta janë aq të aftë që të arrijnë edhe të degradojnë çdo lloj formacioni të ri politik, sepse janë specialistë, nuk janë amatorë si Isa Mustafa i LDK-s me këta të PDK-s që u bën bashkë dhe janë shumë frontin opozitar ti Albin Kurtit. Se gjithon si u rrit Albin Kurti, por gjeti terren nga amator, po nga njerëz pa moralshëm që mendojnë veç për pushtetin. Isa Mustafa 2 herë u zgjedh dhe 2 herë bëhet kryeminist. Dhe bashkëpunon me PDK-n. Dhe e le frontin opozitar bosh, kështu që Albin Kurti, populli që reagon ndaj keqeverisë, patjetër do i bashkangjitej Albin Kurtit. Pra rrymën e Albin Kurtit e fuqizuan mos profesionalizmi politik i dy forcave të LDK-s dhe të PDK-s në Kosovë. Nuk është se ishte vetëm merita Albin Kurtit, ndërsa në Shqipëri kjo s'ndodh kurrë. E mbron me zjarr Sali Berisha që vetëm unë jam opozitar, gjithë tjerë që jeni krahmeje jeni shërptor të Edi Ramës. Që ne jemi persona që mund na verifikosh pjesa më e mirë, persona që s'kan interesa ekonomike dhe s'kan se si t'jenë me Edi Ramën. Nërsa ky është zhytur deri në fund me interesa ekonomike, pa piktur për ja fal kodin zgjedhor, dhe një popull i qërintuar që shkon edhe ndjek mrapa. Çfarë të them, unë jam votbesu shumë pak për të folur tash për çështjen e votbesimit politik, po. Është e turpshme, për shembull, ja të jap një fakt. Ndër demokrat këtu në Tiranë, Merr Aslan Dojani, një nga veglat më qorrë të Partisë Socialiste, një njeri totalisht në shërbim të skeqes, që unë jam ballafaqur për një periudhë 8 vjeçare, ekstrem i Partisë Socialiste, dhe në futjen konflikt armatosur të njerëzve me atë idiotësinë e vet, kundërshtari numër 1 hapjes tunele derisa të dëshiqojë njerëzit në konflikt, sot e kthejnë në demokrat. Për shkak paftyrësisë
sepse duhet kalosh nga një të kapërcesh, nga një parti, deputet i Partisë Socialiste dhe Partia Demokratike, dhe ai merr 6.000 vota, domethënë ky është realiteti politik. Edhe këtë elektoratin e kanë orientuar, elektoratin e djathtë. Elektorati i djathtë se merr vesh më kush është engjëlli dhe kush është djalli në këtë vend, sepse aq shumë e ka infektuar me akuza të rreme, me akuza fallz, qoftë Lulzim Basha në kohën e vet nëpërmjet këtyre mekanizmave të rrjeteve sociale, qoftë Sali Berisha gjatë këtyre zgjedhjeve të fundit. Okej. Unë shpresoj që e ardhmja të na tregojë dhe të na kristalizojë çfarë do bëhet me vendin tonë, me qytetarët, sepse duket se pushtetarët, qofshin ata dhe në opozit, do të kenë rolin e tyre pa diskutueshëm financiar. Falenderoj Ibsen. Jo, kjo një diçka e Elisa, asgjë nuk vjen nuk ndodh rastisht edhe nuk vjen nga hiçi. Domthonë, demokracinë ne nuk e merituam vitin 90, sepse bëm pazare me demokracinë dhe 35 vjet e vujtës. Sa sot i kanë bërë njerëzit aq keq i kanë zhvilluar proceset demokratike dhe zhvillimin ekonomik në këtë vend, sa i kanë bërë nostalgjik të Enver Hoxhës. Aq keq, sepse krahasimisht, unë mendoj që duhet të jemi ne të zot të ndërtojmë. Thash edhe një herë, unë do jemi gatshëm gjithmonë që nëse këto personazhe që sot merren me organizimin e kësaj proteste dhe me krijimin e një fryme qytetare që duhet patjetër të konkludoj me një frymë politike, me një rrymë politike, unë jam i gatshëm për shembull të ndihmoj. Nuk është se kam një interes personal, por jam i gatshëm të ndihmoj se është mirë në gjithë Shqipërisë dhe shqiptarëve.